Po, qoftë lavdu Krishtit gjithmonë e jetës, ne jemi popull shumë fetar, unë e thash këta vetëm sa për të thonë se ka dhe besimtar, se unë edhe me fej jam neutral, dhe me thonë si intelektual shqiptar, nuk i përplas asnjë feje, po jap rëndësi kombit. Dhe është kontradiktor me vetë vetën, ky tha nuk i takoj asnjë religioni, pastaj e filloi me lutje ndaj Krishtit. Nëse është i krishter shumë në rregull, respekton fenë. Jo thash sikur tisha i krishter, kisha bërë. E dyta, po them ndoshta s'po them me 100 herë, po me 10 herë. Krejt kantonet e Zvicrës i kam shëtit. Jo për turizëm, po për ligjerime në për xhamia, sepse shqiptarët musliman i kanë afër 90 xhamia në Zvicër, ndërsa Zvicra në tërësi i ka afër 300 xhami, do të thotë edhe me komunitetet e tjera. Sa minare i ke pa? Edhe minaret nuk i kom pa. Jo, si kom pa. Në rregull, kur fal problemi nuk është, edhe nuk i nevojë mu qesh as me u ndije shumë kështu domethënë i lumtur, sepse feja është e lirë. Ndina shumë i lumtur me këtë shtet. Me minare, pa minare, Islami ecë përpara. Edhe Zvicra, elhamdulillah, që së ndorët këti, edhe... Qa do me thonë kjo fjallë se se mora vesh, jem të folë Shqip? Zvicra, elhamdulillah, e falenderoj Zotin, që nuk... Unë nuk di arabisht, jem të misioni është Shqip. E mësan. Jo për se mësoj kurur, qa do të arabisht. Po mëse mësoj që kjo është internacionale. Kur, jo mërës është në internacionale. Stop, që ka do me thonë? Gjua arabëve, që në bëjnë e Stop, që ka do me thonë? Mësoj e maja të në gjami, kur dhe në rrugë, folë Shqip. Jo, unë e foli që është duhe, edhe nuk e meti me më të regu mu që është legjera, jesh është flasë. Tregoj edhe mirë, dhe nuk vjen që të në zvitë. Këto mbetjet komuniste, edhe ateiste, nuk i doroj dë. Kolt komunizm dhe kom qenë burg ka shti mutita. Këta njerëz të thurur, këta njerëz ateist, këta njerëz të ndërgjetshëm, edhe të paftyr që dalin kështu me shpojnë. Nuk i doroj, edhe nuk du bile absolutisht me këto mashtrime, nuk monet këmena i servu neve, se Evropa shumë e lirë. Bile, une si pris fetar, kisha dëshiru të drejtat fetare në Kosovë, ti kemi që shika Austria, që shika Gjermania, që shika Zvicra, që shika Anglia, që shika Belgjika. Ti nëse shëtitës një për metropolet evropiane, she shumë ma shumë femrat buluara se sa në Kosovë. Edhe kjo është liri, sikur të na që femrat janë të lira edhe me umbulue, me u zbulu një pjesë trupit, ose mu zbulue shumicën e pjesë. Është çështje individuale, është zgjedhje që e bën secili person. Absolutisht, se njeriu është i lirë. Mirë po, ai që i thët veti besimtar musliman, se për këtë personin fjalë, nuk vlen islami, se kësë është musliman, edhe shihet alergjia ti që ka ndaj islamit e pengon edhe fjala e Zotit, elhamdulillah, që të ne në Kosovë dhe fëmija e di që edhe me thonë